Vrenozi më? Jo, është një çun që del në TikTok. Se jo. Një është një S'kam qeros, nese harrova emrin. Vriozi, nuk e di. Vrenozi pra. Vrenozi. Po pra. Shumë të më kalon dhe veshët u bu 60 vjeç. Po shikoja me kujdes. Ishte vërtet ajo që tha Edi Rama, fatkeqësisht. Do me thënë, entuziazëm më të madh se ka dhënë Vrenozi nuk e japin dot asnjë nga këto mo publikut. Po flas. Bëni Vrenozin. Si? Bëni Vrenozin. E kemi thonë këtë papesin që ose ke parasysh që thashun që ai duhet të ishte fut ke listat e mbyllura, se është vetëm normal. Po ashtu tha dhe Rama pastaj. Po pra e ka thënë e tha Rama para ca ditësh, kurse unë kam thonë ka i vitet. Dje tha futën listat e mbyllura. Bravo. Se ky pa. Dhe po të shohësh entuziazmin që i dha sallës, kuptoj që se sa keq është PD-ja. Do më thëmë PD-n e votojnë, ajo pjesë e voto është nda në kategori, është ajo kategoria që si thot Vrenozi për shembull, sepse po ta përthes të Vrenozin e kupto se çfarë është PD-ja. Ai thot, unë jam i djathtë, thot, s'ka si gjë djathtë ke PD-ja. Vrenozi thot, unë jam i djathtë, se unë kam dhënë fjalën, nëse ke parasysh se po flasim tash për psikologji njerëzore, unë kam dhënë fjalën, thot, jam këtë djatët. Dhe masanej, një video më vonë, po ju jeni të tërmuta, mor, por mu do me një më, Ka ta video të lezëshme, ka njërën për shumë, po ne do ta mundim mbrama, po ne jemi pa dhëmë, por s'ke Pra, po ta shikosh Vrenozin, thot, unë jam me PD-n. Dhe pastaj e zbërthaj që përveç se tifozlikus, s'mu me drama duke ngrën fasule për ditë. Jo, pastaj zbërthem përveç tifozlikut që kam, as i gjos më lidh me PD-n. Edhe filloj. Jo, po mu do am të të. Me këta mutra që keni vënë. Kështu që është shumë i ndershëm në atë të vetën. Po shpjegon njëkohësisht edhe atë grupin që më lidhet pas PD-s. Se nuk mund gjesh normal aty, nuk mund gjesh njerëz normal. Ato jam të edukuar një të ndesa kliko ajo që unë jam. Dhe sa futën loj Saliu. Bravo, është njësoj për shembull si t'jenë dy ekipe. Se ma futën më, unë nuk duja diskutoja për këtë. Diskutoj me Ramën, diskutoj normalisht, unë nuk pi kafe me ty, tha. Po të më të krasë është e dera e shpis do të hapit. A ishte Korçaqë, duhen që hajda. Po pra, je kryeministri, do me thënë një njeri normal. Sa u futë sala në loj, e shkrehu gojën, filloj të shamde, të bënde, të këtë drejti, sala është si punë e farës e kozit, hidhja qumshin, si punë e ullës, në fakt, të aprish komplet ata. Pa jo është qëfar i ka deformun këta njerës. Po e përsërisë rastin ati që u merë të meritësi, që e morën intervisti atje, që është nga Dveriu, Lezha, që është e një... Po, Gjekmarka. Gjekmarkajt. Dy Gjekmarkaj i kam pa unë mrena javës. Një Gjekmarkaj që fliste për letësin, që fliste si njeri normal, me ndjenja me një tjetër. Dhe një Gjekmarkaj që... Politik. Ma i do, më intereson kjo strategji këtyre Amerikanëve, do më thënë të vinë, të hapin punimet, sa i thonë, duhet të havës qa lekë, se nuk qenë ka ashtu si që mënduam. Identik, ishte ky që e rëbëri sondazhe. Se Sala kujtoj se a futi. Po, ato nuk do ishin... Po, kjo ka lënë shtëpinë në mes, më duhet. Tani, ato nuk do ishin bo perandori, as anglezët, as këta që kopjun nga anglezët, nëse nuk do vepronin mbi ca baza. Për shembull, kur flet me një polis, marrim diçka. Flet me një polis shqiptar dhe i thu, "Një gjo, nuk është makina ime kjo. Kjo që është tu nuk është makina ime." Filloj, po kujdo me ja futi, kjo është makina jote. Mu do më borre në cakti, e me gjo personale polici, më kuptove. Po ti e pise, po ti e kshu, do të fus hekrat, vazhdo polici shqiptar. Edhe i thumë fund, po një gjo se kom grunë s'mun. Ama hi, maskara, po t'le. Jam pa punë. Po të shofësh një arrestim, sepse është i gjë që vërtet e kam pa. Po të shofësh një arrestim të një drug dealeri.
në Angli. Që është terrorist, pa morën që ka edhe kriminal. E arrestojnë. Thot ai, jo, thot, kjo nuk është droga ime. Pa problemi, thot. Nuk ka problem. Dhe nuk është drogë fare. Okej, thot ai. Po, thot, po mos ashtu, thot. E kemi procedurë, thot, që të vejmë hekurat dhe e sqaro aty brenda. Ne po bëjmë vetëm këtë detyrën, se na e kanë dhënë si urdhë që të marrim nga këtu, të çojmë aty ke ata. Dhe ky thot nuk është automatik. Po i thot ky. Është ngulës goshtash. Ashtu ngulës goshtash, thot, më le të çoj deri aty ke veni, se kjo është detyra ime, do të ktheu mrapsh, të të vej ato pranë të çoj atje. Si ishte ai mitingu i PD-s, që tha se kriminal, sa bukur e ke thonë, ktheu të vej çik pranë aty pa. Eksakt. Ma vazhdo aty mua bën se që ka shumë. Ja, ishte fiks fare. Tipike angleze, ai foli, tha, jo po thë se mu më gjujti këtu më gjujti aty, këto ishin kriminali. Kriminalet që ka prur pësë. Tu fole tu këthy, tha kaj qikti, tha që sa të vejmë këto pranga, tha, këto të vazhdo. Mos më harroj, tha, si të ma të regohet. Ta që unë e simplifikova një vetë kulturën e tyre, se qëfar i ka bo perandori, më burë. Nuk e bo këj polici më burë, që të thotë, Gjomë, ti po e që shpejtet, pashun vetë që po e që shpejtet, Hudo me ma helë, mundër nga jeti, nga koqa, për në ju koqatë shumë boni, bërë të filloj, futët këtë familje, një me degeneru si ropë. Kusë anglezi thot, okej, thot a ishë mendimi, jo, thot, po bo 270 pound, kjo, me aty në gjomë, ke shumë drejti, thot, ndoshtë të sece, urnë në... Po, e ndajmë në gjysh. Po, jo, thot, këtu poshtët, ke dhe numrin që mund të ashu, ose futun online, mund të zgjidhësh të online. Dhe kur futesh online, se më ka qëllu mu për shumë, ti flet me kompjuter, si do me pagu, cash apo me kartë. Më pës du me pagu, se i filloj vile për s'ket ku i flet, si i flet kompjuteri. Nuk kemo, a i tjep dy opcionet. Mos ke, mos do të pagush nga dalë, të qoj ke treshi, më pës du me pagu farë. Se s'kam pas farë. Mirë, do kesh thatë, apo me kartë. Pra, po, ta myllë pas taj. Fillo, rridhe një orë tjetër në telefon, se t'japin dhe i muzikat, po i muzikit shqetsot në trunë, se s'ka zvejnë as piano jo. Edhe rriti, desa del prap kompjutri. Si thamë, me qa do e pagush? E do nga dalë. Pra, se zgjatëm shumë, është kjo, që a i ta merë si punë. Ti ja shpjego problemin, si çdo ti t'ja shpjegosh, si PD-ist, ose si shqiptar, që e marim në këtë, më këtë që kujtojmë se për ja fusim ati që me lekët, për t'ja fut botës. Kjo është nano, se gjopë se do arrisht kuptoshte, që e kanë kuptu ata. Që e ishtë bom me t'fut me. Ti po e kërko ati, sepse a i është morë gjithë jetën me t'fut me. Ta që ti do m'ja fut ati që t'ja fusi këtë në tjerve, do më thënë, nuk shko. Matematikisht nuk shko. Po, jeni shumë ka bindu. Matematikisht, logikisht nuk shko. Do më e ke kod, po prap ne tentojmë, bëjmë atë tonë. Dhe i thot, për shumë, që t'jo, për këtë, do të marrën 2 milion euro. Që të vi për fshat. Po për këtë që më ka thonë ti. E ti thu, për 2 milion mora këtë do më qesi fitus. Vje pastaj, shef shpinë. Dhe për i qekni për gjithë më burgë,